Gërmimet arkeologjike që kanë nisur prej disa vitesh në luginën e Drinit dhe në zonën e Bushatit në rajonin e Shkodrës do të vijojnë edhe gjatë vitit 2026. Dy projektet të monitoruara nga Drejtoria Rajonale të Trashëgimisë Kulturore dhe të realizuara me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar, synojnë dokumentimin e strukturave të hershme urbane dhe elementeve të organizimit të jetës qytetare në veriun e vendit. Rajoni i Shkodrës ka disa projekte arkeologjike që po zbatohen nga Instituti i Arkeologjisë, por edhe me bashkëpunimin e partnerëve të ndryshëm ndërkombëtar, siç është projekti Lugina e Drinit në Mesjet, një projekt shqiptaro-francez që po zbatohet që nga viti 2010. Po ashtu edhe projekti shqiptaro-polak Shkodra, i cili ka që në 2011 që zbatohet në Shkodër, pas një 50-vjeçari në Kalan e Shkodrës në territorin poshtë Kalas, tashmë ky projekt është vendosur në Kryebushat specifikisht, aty ku ne kemi evidentuar gjumët e një qyteti i lirë të shekullit 4-3 të paraerës sonë. Zbulimet e deri tanishme në luginën e Drinit kanë nxjerrë në dritë të dhëna të rëndësishme mbi mënyrën e organizimit të hapësirës urbane të qytetit mesjetar të Sardës. Ne kemi njohur dy rrethimet e qytetit deri më sot, por tashmë gjatë gërmimeve ne hasëm edhe në strukturën në nivelin e zokolaturës edhe të një rrethimi të tretë të qytetit, që rrethonte pjesën e sipërme të tij. Në sezonin e ri të kërkimeve arkeologjike që pritet të rinisin në pranverë në rajonin e Shkodrës, fokusi do të jetë tek rronojat e disa objekteve të kultit që datohen mes shekujve 13 dhe 14, me synimin për të thelluar studimin mbi jetën fetare dhe shoqërore të kohës.